Mbështetje për kryetarin aktual dhe kandidatin e partisë së tij edhe për një mandat në krye të Gjakovës, Ardian Gjini, e ka kërkuar të premten kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Në tubimin përmbyllës të fushatës në Gjakovë, Haradinaj tha se Gjini është kryetar kampion, teksa shtoi që vizioni i tij dhe i ekipit që e udhëheq janë model për tërë Kosovën. Me Ardianin në udhëheqje, vërtet do ta keni një frymëzim të vazhdueshëm që punët e Gjakovës i bëni më miri. Unë e kam ditë që Gjakova e ka potencialin e vet çdo herë, se e kam ditë se e kam përjetuar në kohën e vështirë dhe i kam pa kush janë njerëzit e Gjakovës, edhe i kam njohur. E Gjini që në balotazhin e 9 nëntorit me kandidatin e lëvizjes vetëvendosje Ardian Gola e synon edhe një mandat në krye të Gjakovës, e kërkoi besimin e qytetarëve. Që di me punu, që kemi me punu prap, që kemi me qenë me ju edhe 4 vjet, edhe që kemi me bo Gjakovën kopsht. Kamet me bo është që dielën me dal edhe me votu. Dhe qaq. Dallimi është shumë i madh, se besimin e vetë qytetarët e kanë thonë edhe me 12 tetor. Pavarësisht që na ka ikë pra 2.12%. Si dëshmi për punën, ai numroi projektet e realizuara gjatë mandatit të tij. Kur i mbledhim bashkë krejt, për këto vjet dalin diku 180-190 milion euro investime kapitale për 8 vjet. Kur ma përpara as offer s'ka qenë, kur hiç as offer. E për i këtyne 180 milionve, diku një 120 milion janë të komunës. AK-ja ka shkuar në balotazh edhe në komunat e Juniku, të Raovecit, të Suharekës dhe të Klinës. Tubime përmbyll se kjo parti i ka mbajtur edhe në këto komuna, e në të cilat kandidatët e saj për kryetar i kanë shpalosur premtimet, me të cilat e kanë kërkuar votën e qytetarëve më 9 nëntor.